Prokuroria e posaçme nis hetimet pas dyshimeve të ngritura në lidhje me abuzimet e skemës së investimeve në bujqësi, pjesë e programit IPARD 2. Në vitin 2021, hetuesit europian, OLAF, zbuluan abuzimin me fondin 112 milion euro që shkaqoi në ndërprerjen e programit nga BE. Nga 435 subjekte, Agjencia e Zhvillimit Rural u kërkoi 159 kompanive kthimin e fondeve të akorduara nga qeveria. Abuzimi me fondet u pasqyruan në raportin e Komisionit Evropian në korrik 2023, ku u evidentuan parregullësitë me 71 milion euro nga BE dhe 23.6 milion euro nga Shqipëria. Ankesat e fermerëve për përjashtimin nga skema financuese nxitën hetimet e OLAF ndaj Shqipërisë. Në media është raportuar se ndërpërfituesit rezultonin persona politik apo edhe të lidhur me politikën. Subjektet përfitues ishin emra si Elvis Roshi, që fitoi 85.000 euro për një ser diellore dhe rezultoi se kishte abuzuar me sipërfaqen e tokës. Kompania Coast to Coast përfitoi 204.000 euro për një projekt në nxitjen e turizmit në Rivierën Shqiptare. Edhe kjo kompani gjendet në listën e AZBR për kthimin e fondeve dhe është paditur. Programi IPARD 2 u akredituar në Shqipëri në vitin 2018 për grante bujqësore.